Të dua pa masë, o Allahu im, prandaj vetëm ty i palekundu të adhuroj, veç në fletët e librit tënd unë gjeta shpëtim, për kujtimi yt shpirtin ma qetësoj. Ndaj kthej kokën lart dhe nga qielli shikoj, me krijimin tënd unë thellësisht mahnitem, pastaj duart në ngre, në sy të klotoj, i nënshtruar ndaj teje dua të venitem. Përshëndetje i nderuar. Si je, mirë? Mirë, faleminderit. Jemi pra emisionin 05, prej nga jene? Unë jam nga Shqipëria, këtu thjesht jam një mysafir në këtë super qytet. Tashe, sa dit je këtu? Ka ca kohë, pak ditë. E ke dikon këtu, apo? Jo, unë jam poet i Elton Johni dhe në disa sezone caktuar shkruaj nga një roman për Ferizajin tim. Për Ferizajin? Po. Rregull. Ke ndonjë me vete që mund është Jo, janë shit, po thuj se të gjitha kopjet, duke qenë se edhe jam person i njohur në rrjetet sociale, edhe person që kam shërby si teolog në disa zona në Shqipëri, shpërndahen shumë shpejt edhe kështu që janë pëlqy poezitë edhe librat e mi këtu të shkruar. Vjen mira, mund është për mua dhe për audiencën time me ndonë ndonjë frazë, ndonjë pjesë, ndonjë tekst, dikon që ke shënu që të është pëlqy nga masa jote. Muj me nda, aja që është ba më viralja në botë, në shumë portale koreane, amerikane, kineze, po është frazë teologjike, të cilën është edhe film përjetësisht, është, do më thënë, me përmbajtje islame, do më thënë. Hajde, na trego. Të dua pa masë, o Allahu im, prandaj vetëm ty i palekundu të adhuroj, veç në fletët e librit tënd unë gjeta shpëtim, për kujtimi yt shpirtin ma qetësoj. Ndaj kthej kokën lart dhe nga qielli shikoj, me krijimin tënd unë thellësisht mahnitem, pastaj duart në ngre, në sy të klotoj, i nënshtruar ndaj teje dua të venitem. Me thanë ndajte nuk pata dëshirë me nda, do më thanë se është diçka teologjike, s'po du me qenë imponu, s'po du me qenë ka qenë thjesht shpirtnore. Jam i tipit poetit sufi, në kuptimin e ashkut, e dashurisë, do më thënë edhe ajo lulja t'je më bën me qa, më bën me u dashuru me të, më bën me udhëtu në ngjyrat e saj, në aromat e saj, e ta shpërndaj në zemrat e ardashësve, që shpresojmë të shtohen, do më thënë, në trojet tona. Faleminderit shumë, kënaqësi që ndale për emisionin 05. Shumë dashuri, shumë respekt dhe uroj shumë sukses inshallah. Faleminderit shumë, kënaqësi. Gjigant botror, respekt. Faleminderit shumë.